Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma kudo që na ndihni. Zgjedhjet e 7 qershorit po vinë në një klim të tensionuar politike, në ndikimin e një fjalori më të ashpër se sa në zgjedhjet e jashtëzakonshme që u mbajtën me 28 dhjetor të vitit të kaluar. Dhe në këto zgjedhje synimi është i qartë i të gjithëve. Fitoria, por kush do të fitojë, do të vendos qytetari natyrisht në kutitë e votimit me 7 qershor. Kurti u deklarua mbrëm, kryetari vetëvendosit dhe kryeministri në detyrë, që ai synon votën prej 60% të trupit elektoral në mënyrë që të mos ketë situata të kushtzuara, siç ka thënë nga tjerët, edhe për zgjedhjen e presidentit, një lloj figure siç e tha vetë Kurti, që e ideon ai të atill sa që kjo figurë të mos i bëj karshillëk në pushtetin e tij ekzekutiv. Një lloj figure që kryen punët e veta, por nuk i rri si re mbi figurën e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe e tha në mënyrë të përsëritur edhe të forcuar për herë të parë dhe të fundit ndoshta që edhe mund ta thotë përsëri ndoshta në zgjedhje që kjo ishte arsyeja pse Kosova në fakt po shkon në zgjedhje. Kurti nuk dëshiroi një votë të organizuar politikisht për Vjosa Osmani, që ajo të rizgjidhet edhe njerë presidente. Po e thot me gojën e tij vetë zoti Kurti se çfarë presidenti dëshiron. Analizë me kolegun Afrim Kasulli. Kasulli, faleminderit për kohën. Krasirit jemi së bashku. Të gjithë në zgjedhje shkojnë për fitore, por dikush është fitues, dikush humbës. Në dritë nisës së fushatës zgjedhore, si është e gjuhën politike? Po, do të gjuhën nuk është e vërtetë që dallon pak prej zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, mirë po jo që dallon shumë nga ajo e zgjedhjeve të 9 shkurtit, sepse atëherë kemi pasur në fushatë elektorale ofendime të natyrës brutale, që i patpri kryeministri Kurti duke i krahasu partitë opozitare si ngjashme me listën serbe, si argatet të Serbisë, madje edhe deri duke përdorur analogji animale, do thotë nga bota e kafshëve me jo miza, jo kjo, do thotë me subjekte tjera opozitare, kështu që në këtë drejtim thuaj se nuk është që dallon shumë gjuha e lëvizjes vetëvendosje në raport me zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar, por tash ajo që është e veçantë ka pasur tensione më evidente siç ato që i patëm në Skenderaj, do të thotë përplasje fizike që janë edhe pasojë edhe fushatave permanente elektorale, sepse nëse në mënyrë të vazhdueshme themi kështu që jemi në fushata elektorale, ne tashmë përjashtoj edhe zgjedhjet lokale, po bëhen edhe ato për shkak të balotazhit, po i bie 5 palë zgjedhje brenda një viti. Gjitha këto krijojnë emocione, do të fushatat elektorale janë 10 miliona euro. 10 miliona euro krijojnë tensione sepse ne po e shohim edhe në këtë fushat, do të thotë nuk është që janë kavreje, do të thotë nuk është që është një gjumë sa i përket premtimeve për qytetarët e Kosovës, nga se janë lodhur siç po duket edhe subjektet politike nuk kanë më çka t'i ofrojnë. Nuk kanë çka t'i ofrojnë qytetarëve të Kosovës, premtimet e tyre do të nuk kanë formë serioze, nuk kanë karakter serioz, dhe atëherë në pamundësi do thotë që duken serioz kalohet dhe eskalon situatën në mënyrë që të mbushet hapësira mediale. Pra këto janë disa prej shkaqeve kryesore që e kurrëzojnë, por tash ne jemi do thotë brenda një skeme do thotë të çuditshme politike ku për herë të parë do thotë vitin e kaluar ne pam që kuvendi nuk arriti do thotë ta votonte qeverinë të shkohet prej një palë zgjedhje në tjera, po ashtu në këto zgjedhje nuk ja doli që ta votoj kuvendin nuk ja doli që ta votoj presidentin. Do thotë këto janë legjislaturat më të shkurta në historinë e Kosovës dhe nuk janë të rastishme këto, janë simptome kretë kësaj krize të gjithanshme që na ka kapluar, do thotë, dhe e rrezikut të përshkallëzimit e të thellimit të saj. Kushdo që e përcjell, do thotë, retorikën e Kurti, po e bën qartë që do thotë vendi mund të ketë stabilitet politik nëse ky ka gjitha çelësat e pushtetit në dorë. Do të tha dhe mbrëm, do thotë, shpresa është që mos
përsëriten këto skenare. Ta nxjerrë Kacollin në mënyrë që ishte ta kontekstualizojmë konkretisht dhe me zë figurë. Po e tha vetë e tha kështu. Në intervistë në këtë dhe, po, absolutisht. Pelçon. Me 9 shkurt të vitit 2025 arritëm 42%. Krahasimi që të parët 42% dhe më shumë se i pari dhe i dyti marrë së bashku. Tash me 28 dhjetor dolem sërish të parët, po 51.1%. Me që rast jemi më shumë se jo vetëm i pari, i dyti e i treti së bashku, por edhe këtyre du të ashtosh 1/3 e votave që të mbërrin tek ne. Pra, për masa është gjigante. Fitoria është e qartë, nuk do duhet kishim zgjedhje. Mirë po tash, me qenë se 42% nuk mjaftonte, u bë 50%. Nëse nuk mjafton 50%, nështë e u del bol 60%. Pra, ky është synimi juaj, të shkoni 60%. Normalisht, ne dëshirojmë të fitojmë gjithnjë e më shumë. Unë nuk kam nevojë për një fitore të re, por duket që bloku opozitar ka nevojë për një humbje të re. Mirë, por nëse arrihet 60%. Po është, do thotë, edhe renditja kronologjike që e bëni, është renditja duke i përkujtuar rezultatet elektorale të këtyre zgjedhjeve të fundit, si të parat edhe dytat, do thotë si të parat edhe dytat është ana tjetër e kësaj është për dëshmuar para opinionit publik që mbetet intens e subjekteve parlamentare opozitare që ta mbajnë të bllokuar kurtin, do të është në funksion të legjitimimit kauzës së tij që është viktimë komploteve të subjekteve që opozitare që t'ja pamundsojnë qeverisjen kurrë. Kjo është intenca kryesore dhe meq të njëjta do thot nuk po mbushen mend sipas këndvështrimit të kurtit. Gjithmonë ta kemi qartë, jo pse unë mendoj ashtu. Sipas këndvështrimit të kurtit meq nuk po mbushen mend, atëherë populli po tregon vendin sepse po vjen duke ushtuar pesha elektorale e lëvizjes vendosje. Dhe me 60% kompletohet, do thot me 60% kompletohet ky çlirim i vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës që sipas tij është ende peng i interesave private të subjekteve opozitare, sepse pse nuk po ndodhin marrëveshjet politike ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe subjekteve tjera, nga se tashmë në negociata nuk përfshihen terminalet, nuk përfshihen emrimet në para ambasade, nuk përfshihen këto, nuk përfshihen ato. Tani ka përballë zonën Osmanit që po. Tash problemi për herë të parë tha Kurti mbrëm për herë pa. E tha në mënyrë më të prerë, më të saktë nëse mund ta them ashtu, më të plotë. Po është rrit pjesë. Nuk dua president që më bën karshillëk. Po, që ka pushtet ekzekutiv. Dua një president që konsensual që është apolitik dhe që nuk mri mbi kokën time duke më bërë hije me një farë. Po është pjesë e këtij, është pjesë e këtij narracioni që ne kemi analizuar disa herë, por e thën tash vetëm në mënyrë kështu vetvendosja është kujdesur që të mos e përpjekjes do thot për ta masivizuar do thot këtë koncept që e përfaqëson lëvizja vetvendosje që është reprezentuesja e vetme e vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës, por që i njëjti nuk ka arritur ende të çlirohet plotësisht, ende ka pengesa, ende është peng për shkak të interesave private të subjekteve parlamentare opozitare që po i vendosin kushte dhe po e mbajnë peng jo vetëm kurtin, do thotë dhe lëvizje vetvendosje, por në mënyrë implicite edhe vullnetin e qytetarëve. Pra kurtin këtë definoni si përpjekje për ta ushqyer emocionin. Për ta ushqyer emocionin e votuesit. Po absolutisht, ne nuk po ndëgjojmë asgjë diçka tjetër. Jo, për të vërtetën. Jo, të vërtetë. Kjo është terren politik, kjo është përpjekje se cili narracion duhet me cili narracion duhet të ushqihen më tepër qytetarët e Kosovës në mënyrë që të bëhet më i besueshëm. Pra do të kjo është ky investim. Ky investim kam përcjellë edhe fjalimin është nuk dallon edhe kjo që e ka thënë edhe fjalimin që e ka pas në Këshill të Përgjithshëm para disa ditë, është reprizë e fjalimit që e kam mbajtur në Këshill të Përgjithshëm, është përpjekja do thotë që për ta shfaqur veten si mëshirim autentik, që e bën ka herë bën, siç e ne kemi diskutuar tashmë të mos i rikthehemi të njëjtave tema, që e bën ka herë për ta shfaqur veten si mëshirim autentik i vullnetit homogjen të qytetarëve të Kosovës, por që mjerisht dhe fatkeqësisht sipas këndvështrimit të lëvizjes vetëvendosje ende po ka pengesa që të realizohet kjo kauzë historike. Pra, në këtë drejtim nga prizmi demokratik do thotë që populli askund nuk shfaqet homogjen, demokraci populli shfaqet gjithmonë si kategori heterogjene. Albin Kurti me këtë çështje është duke ju kundërvënë
kësaj tendence normale politike demokratike në bazën shoqërore. Pra dhe sipas tij edhe shoqëria duhet të jetë homogjene e lidhur vetëm për Albin Kurtin dhe kjo nënkupton që nuk duhet ketë president i cili është politik. Është pasojë e këtij investimi, është pasojë e krijimit të kësaj skeme të mbyllur sociale ku është populli, është kuvendi. Një adresë të ketë të vendimarit. Të ketë vetëm një adresë sepse ajo është përfaqësuese e vetme e popullit të Kosovës. Pra do këtu jemi pak a shumë, kjo është krye narracionit me cilën po operon dhe po shkon në lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje që nuk kanë rëndësi tema tjera, do thot, si pasojë për qytetarët e Kosovës, por është për mbyllja e emancipimit politik të shoqërisë tonë me triumfin absolut të lëvizjes vetëvendosje. Dhe i ke parë listën e kandidatëve për deputet për brenda vetëvendosjes? Ndëgjoj, ato I ka emancipuar Kurti jo. kandidatët? Jo, ata janë mjete në funksion të një qëllimi. Tash ne duhet të jemi të hapur dhe të qartë. Po pajtohem plotësisht. Lista e kandidatëve nuk ka asnjë rëndësi politike në lëvizjen. Ajo është për të plotësuar një kriter procedural për KQZ-n. Lista është ofruar vetëm për të plotësuar sepse nuk ka mundur të shkojë Albin Kurti, do të shkojë vetëm me një kandidat. Albin Kurti edhe nuk ka tjerë kandidat. Do të thonë, nëse shohim listën, do të vlerën politike të atyre që janë në listën e lëvizjes vetëvendosje, absolutisht Albin Kurti dhe pa të gjithë ata që I ka aty, me ndonjë ndryshim minimal do ta fitonte këtë rezultat. Nuk është lëvizja vetëvendosje si formacione tjera politike, të cilave tashmë po ju hakmirën mungesë të liderëve vendimars politik, do thotë, sepse po e zom nëse në Partinë Demokratike të Kosovës për të mobilizuar elektorat në Skënderaj është I domosdoshëm roli I Samil Ushtakut, është I domosdoshëm në Drenas roli I Ramiz Ladrovcit, është I domosdoshëm në një komunë tjetër, po e zom I disa figurave tjera që janë Agim Aliut. Në lëvizje vetëvendosje, do thotë nuk ekziston ky fragmentarizim I brendshëm dhe kjo peshë që kanë figura të ndryshme lokale, po të cilat, por mos harrojmë, tashmë në mungesë të një lideri politik në subjekte tjera politike, kjo po ju rikthehet në bumerang. Dhe kjo është fatkeqësia që e kanë. Ndonëse janë më demokratike në kuptimin horizontal, por mungesë të një autoriteti vendimars, pastaj kjo po kalon në shkapërderdhje, në fragmentarizim dhe në tkurrje të trupit të tyre elektoral. Ndërkohë tjetër është në lëvizjen vetëvendosje. Pra, lëvizja vetëvendosje ekziston një raport I drejt për drejt ndërmjet bazës elektorale të këtij subjekti politik dhe Albin Kurtit. Lista zgjedhore, lista e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje është vetëm plotësimi I kushtit formal për KQZ. Nuk kanë asnjë rëndësi për kandidatët për deputet. Absolutisht nuk kanë asnjë rëndësi kandidatët e lëvizjes vetëvendosje për fitoren e Albin Kurtit. U dëshmua edhe më herët kur doli nga vetëvendosje edhe Dardan Mulliqaj dhe gjithë ata. Po dëgjoj, tash mos I përsëris ato dallime që I kanë bërë, mos I përsëris ato dallime, do thotë sociologjike që I kanë bërë, në mënyrën se si funksionon lëvizja vetëvendosje dhe funksionojnë parti tjera, sepse ajo që I kanë ndodhur lëvizjes vetëvendosje, nëse krahasojmë partive tjera që ju kanë ndodhur, ato janë cunguar te mos dhe kurrë më nuk kanë mundur ta rrymarrin veten politikisht. Lidhja Demokratike e Kosovës ende I vun pasojat e separatizmit të përdor term mbase ndarjes në gjatë dacit, po ndërsa tash përdora një term kështu më tepër politike nacional. Po që është prej fundit barkut nga sot. Do thotë Lidhja Demokratike e Kosovës kur nuk ka mundur, nuk ka arritur ta këndell veten, kur nuk ka arritur ta marr veten nga ndarja e madhe që kishte ndodhur me në gjatë dacit. Pavarësisht që kishte ardhur pastaj pesha politike në gjatë dacit ishte të kurrë, por nuk ishte kthyer më ai trup elektoral I shkëputur një herë një kohë. Po dhe më pastaj goditja tjetër fatale që morri me daljen e Vjosa Osmanit. Do thotë këto tipare, do thotë kjo mënyrë se si funksionon lëvizja vetëvendosje dallojnë prej subjekteve tjera politike dhe kjo është arsyeja pse thash që praktikisht ky subjekt peshën politike ka të koncentruar vetëm te Albin Kurti dhe jo tek strukturat e ndërmjetme politike me votuesin. Kasolli, këto ditë në prag të nisjes së fushatës, në shikimin tënd, çfarë po përpiqen të bëjnë partitë, të shfaqin program apo ta ushqejnë votuesin, ta nxisin atë me moto
emotive, të krijojnë një empati, një ndjeshmëri, qoftë të viktimes, qoftë të situatave të tjera që ato ta inkurajojnë për të marrë pjesë mbase në edhe në këto votime të jashtëzakonshme për shkak një situate gati raskapit simbolise. Ndëgjoj, Redni, nëse me një analizë thjesht, nëse se programe nuk po shohim. Po kjo është nga kurti pam rizotim, për vazhdim të autostradave, për ndërtim digash, për krimin e një gjandarmerie, më shumë se policie, me pak se ushtri, tha kurti në bashkëpunim me NATO-n, por nuk po shohim prezantim konkret. Dëgjoni, ashtu programe si Fonton Dëshira, do thotë të pa afatizume, të pa operacionalizume me kosto, me kohën e implementimit e me të tjera, pa ato janë vetëm Fonton Dëshira. Shë dhe ti mund t'japim tash premtimet e asaj natyre që në vitin 2030 Kosova mbase do të zbarkojnë hanë. Nuk është problem t'japim kësi, mirë po kur fillon pastaj se si duhet të implementohen projektet këtilla, duke përfshirë prej kostos e afatet e tjera, kjo është sfida kryesore në cilën testohet serioziteti i premtimeve të këtilla elektorale. Dhe ne po shohim praktikisht ende nuk kemi hyrë në debatet kësaj natyre, siç duket debatet kësaj natyre ku subjektet politike do ta sfidonin njëra tjetrën pikërisht në çështje të këtilla konkrete sa i përket implementimit të programeve të projekteve për të mirën qytetarëve. Dëgjoni, tash tema kryesore, ne e dim tash sepse u konsumum, cili ishte tema kryesore e këtyre ditëve? Ishte tensioni që ndodhi në Skëndera ishte. Dhe tash, për ta sforcuar më shumë edhe këtë tension, nuk ishte e rastishme që mbrëm kryeministri në detyrë Albin Kurti e ripotencoi gjëja një lloj incidenti që ka ndodhur para një viti që mund duke mënyra se si e interpretonte duke marrë parasysh edhe mbrojtjen që ekziston rreth kryeministrit Kurti më duke pak e absurde dhe e çuditshme, do thotë, kjo lloj tendence që pas ka ekzistuar nga kryetari i komunës Skëndera i zoti Lushtaku ndaj kryeministit Kurti, sepse nëse shohim sot kryeministrin Kurti me mbrojtjen që e gëzon, pa ata i ngjason thujse mbrojtjes së Putinit. Kryeministri Kurti është njëri prej liderëve më të mbrojtur në rajon, nëse e shohim çfarë mbrojtje, çfarë rrethë. Dhe cili do që ka plane të këtilla, do thotë për siç tentoi ta ekspozonte si një lloj tentim atentati ndaj tij, me një veturë zyrtare, me një eskort të blinduar, do thotë, të rrethuar me gjithat infrastrukturë policore, sigurisë, duke absurde, sidoqoftë tashmë kjo çështje do të diskutohet. Po, prokuroria këta. Dëgjoj, kjo çështje tash do të merr epilog. Është marrë me atë dhe nuk ka gjetë asnjë element të veprës. Asnjë element, do thotë, mirë, po kjo është tash përfitimi elektoral, dëgjoj. E kanë figurë zoti. Po nuk mjafton zoti Mehana, çyshe, nuk mjafton, tash duhet vetë ballafaqimi, do thotë, nëse e ke përcjell në intervistën e mbrëmshme. Po. Do thotë, a ke pasur me çfarë lehtësie e ka shmong sfidimin në raport me Vjosa Osmanin, duke mos i konsideruar kurfar peshë politike dhe duke e fokusuar gjithë debatin tek zoti Lushtaku. Madje edhe me Bedri Hamzën e shmongi me gjithë në një lloj përpjekje për të krijuar mobilizim elektoral duke e portretizuar gogolin e madh brenda këtij subjekti politik për të përfituar votar. Do thotë kjo është një lloj përplasje që po ndodh. Krijojnë sentiment, emocion të votuesi për ta bërë atë më të vendosur, të pahamendshëm. Të pahamendshëm sepse kjo është një lloj përplasje, do të një lloj përplasje ndërmjet lëvizjes vendosjeve të Sami Lushtakut. Kjo është aktualisht kohën e fundit dhe ditën e fundit ka arritur efekte elektorale, mos harrojmë, ka arritur efekte dhe PDK-ja duhet t'i mendoj këto pasojë se si do t'i qaset. Nuk them që PDK-ja të distancohet nga njëri prej përfaqësuesve kryesorë të saj, por të mos lejojë që të bie në atë kurth që gjithë betejë politike të reduktohet në ballafaqim zoti Lushtaku, zoti Kurti, sepse mund t'i hakmerret politikisht. Rrit të janë fushata strategjik këtilla bën. E kanë lexuar qartë. Kjo është do thotë. E kanë lexuar qartë dhe nuk kanë rënë në terrenin, në ndikimin e terrenin në këtë grackë provokimit në këtë grackë politike, sepse mund t'i hakmerret elektoralisht nga se të zbehet ajo që do ta përfaqësoj Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje, në këtë tension ndërmjet një lideri lokal dhe një lideri nacional. Kështu është pak a shumë gjithë përpjekja politike që po investon lëvizja vetëvendosje kohën e fundit, dhe siç thash, nuk është që s'ka arritur efekte elektorale, nga se ditët e fundit
u marginalizua debati Vjosa Albin. Askush nuk u marr me akuzat e Vjosa Osmani ndaj, por u marr me këtë lloj përpjekje epike që është duke bërë lëvizja në vendosje. Është rikthyr përsëri Vjosa Osmani me po nuk ishte e rastishme edhe që kryeministri Kurti deri ktheu tensionin me Sami, do të thonë fshihet qartë në emision me çfarë ekselencë taktike, po them, jo që mendojnë ashtu, çfarë ekselencë taktike totalisht e marginalizon një person. Përdor figurën e tij duke e vendosur atë në qendër të betejës politike. Betejës epike politike ku një figurë nacionale tashmë është duke bërë përpjekjen finale, do thot, me një lider lokal që po i reziston instalimit të shtetit ligjore të tjera. Do thot, ma pastaj mos flasim edhe për tentimet për të kriju krahasime. Këtë pikë ka qenë kritik edhe vetë ndaj kësaj situate edhe shumë tjera natyrisht duke risjellur pamjet e vetë zotit Kurtit të konjunkturës tij politike për sa kohë që ishte në opozitë dhe nuk ishte plotësisht i argumentueshëm në çështje se punonte gjithmonë për shtetin ligjor, dëshironte ligjin e tjera, sepse ka rekorde pehanësh për atë punë të kaluarën. Po është në këtë pikë nuk arriti ta moralizoj mbase. Nuk e dim tash, do ta shohim tek masat e gjana, Do janë dy përpjekje ti. Mbase po them, nuk arriti ta. Dy përpjekje ti, do të e para çësia e tij që do të thotë se ky si është më i emancipuar si kryeministër në raport me opozitën, sepse kur ka qenë ky opozitor është ballafaquar me policinë, ndërkohë i njëjti po i pret me kafe opozitën, do të që ka një dallim të madh, por duke tentuar ta neglizhoj faktin që megjithatë kur ka qenë ky opozitor, do thotë si kryeministër ky nuk përballet me atë lloj opozite çfarë janë përballet kryeministrat e kaluam. Ne kemi pasur rastin nëse veç ekziston përpjekja për të krijuar krahasime me atentatet politike, do thotë, ajo është aksione që ishin zhvilluar kundër Isa Mustafës, kundër kryeministrit Mustafa. Ne kemi parë ato do të skurta e kryeministrit Isa Mustafa se me çka ishte përballur. Prandaj do të nëse do të për ta çu deri në fund krahasimin, është e vërtetë që sot opozitorëve nuk ju shkojnë policia të tjera sepse opozitorët sot nuk bëjnë asgjë kur i fton kryeministri i shkojnë kafe, ndërkohë kur ka qenë kryeministri sot opozitor, kur ka qenë ky opozitor i njëjti kishte organizuar sulme subversive ndaj ish liderëve politikë që ishin aty në pushtet, edhe institucioneve. Ta ndjekim një deklaratë tjetër interesante të Kurtit, që da mbron në KTV. Çfarë do të rregulloni ju, zoti Kurti? Po ta zëm. A e dini ju që Serbia ka vjedh dokumentacionin katastral në Kosovë? Ne kemi filluar ta krijojmë nga e para. Bashkimi Evropian ka dhënë për ta digitalizuar katastrin. Serbia nuk ka pranuar që të na jap për shembull katastrin origjinal, por s'po na jep as kopjen. Veç po e tregoj një element të vogël, po shumë i problemet profesorë. Ama, ne kemi gjetë Kosovën në podrum. Sa është nga të parë, ti po thup se s'është nga të tretë. Jo, veç po ju. Jo, paguam podrum e komor. Po në podrum e komor, veç diçka, podrum gjys metri ujë aty. A kupton? Gjys metri ujë në podrum ti po thup se s'jam nga të tretë. Mos jeni të mush ujë ende zoti. Jo, s'jam të mush ujë. Se çështja është që ishte një ndërhyrje e gazetarit në një moment interaktiv të bisedës, një bisedë aktive dhe përdorim atë Kurti. Podrumi, uji, kati parë, kati dytë, por që 6 vite kryeministër. Po një intervenim plotësisht i lidhshëm i gazetarit, pavarësisht që ai shkaktoi kogja sikletë kryeministrit, sepse në atë moment kur kryeministri nuk flet qartë, 30% ka rritë shifra e varfërisë sipas një raporti që sponsoroi vetë kredibil Fondi Monetar Ndërkombëtar, cilin nuk po mund të justifikohen. Kemi parë edhe justifikimet e eksponentëve të pushtetit, tentimet absurde të ministrit të financave. Ishte më keq, tash jemi pak më mirë, është ngushtuar diferenca ndërmjet vendeve, do thotë që është justifikime të paqëndrueshme. Mirë, po e kam fjalën një intervenim plotësisht i lidhshëm sepse nëse një kryeminist tenton
që me metafora do thotë ta përshkruaj gjendjen politike, atëherë mbase edhe kundërpërgjigja duhet të jetë e tillë në mënyrë metaforike. Funksion të bisedës, po. Në funksion të bisedës, gjë që e pa që u vendosni një lloj sikleti kogja dhe një lloj parahatie kur u ballafaqu me atë intervenim të aty paratyshëm dhe jashtëzakonisht profesional për mendimin tim nga ana e intervistuesit në raport me kryeministin. Por tash rrit kjo tema me që u rikthym tek raporti i fundit monetar ndërkombëtar që është i tmerrshëm, do thotë edhe unë pash një mobilizim të jashtëzakonshëm edhe opozitare të tjerë pasi duli ky raport një farë mënyrë që thuhet se u kemi thënë çfarë është gjendja. Unë besoj që ky është një gabim nga ana e opozitës, sepse nuk ka nevojë të priten raporte të këtilla ndërkombëtare që të konfirmohet situata ekonomike dhe sociale në Kosovë. Ne e përjetojmë atë çdo ditë, mbase opozitës i duhet që të punojë më tepër me qytetarët e Kosovës dhe jo kështu me këtë lloj shkputje që ka ndodhur me bazën elektorale me qytetarët në mënyrë që ta shndroj veten në shpresë për ndryshim. Mos harroni, ky raport nuk e përshkruan një gjendje që ka lindur dje. Jo. Raporti bën fjalë për vitin 2025. Dhe unë do t'i rikthehem tash asaj kronologjie të fitoreve të Zotit Kurti. Do thotë për në një kontekst tjetër që për mua pikërisht edhe ky raport, edhe kjo gjendje kërkon një adresim politik para se gjithash se të jetë ekonomik. Do thotë para se opozita në terma ekonomik ta spjegoj paradoksin që po ndodh në Kosovë, duhet që politikisht të jap përgjigje në disa pyetje që janë të domosdoshme, që ajo ta shoh veten dhe të këndellet nga disfata që është duke i psuar përkundër faktit që këto raporte konsiderojnë një gjendje të mirë. Mos harroni, ne kemi pasur zgjedhje në vitin e kaluar me 9 shkurt. Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar 42%. Ndërkohë, viti 2025 që sipas këtij raporti ishte një vit i performancës jo të mirë ekonomike. Ka përfunduar me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe është ngritur lëvizja Vetëvendosje nga 42% në 51%. Po ashtu ndërmjet këtyre dy palë zgjedhjeve parlamentare ne kemi pasur edhe zgjedhje lokale që përkundër bllokadës politike prej shkurtit e deri në tetor kur ishin zgjedhjet lokale, lëvizja Vetëvendosje ka shënuar jashtëzakonisht një sukses të konsiderueshëm, nuk po dam spektakolar, por të konsiderueshëm edhe në zgjedhjet komunale, duke shtuar numrin e komunave në raport me qeverisjen në raport me zgjedhjet komunale që i kishte fituar para 4 vite. Pra do thotë përkundër kësaj situate të pafavorshme ekonomike, përkundër këtij përshkrimi profesional të një raporti ndërkombëtar se si qytetarët e Kosovës po varfrohen, po shteti po zgjerohen. Çka po ndodh në këtë realitet? A janë aq naiv? A janë aq të hutuar? A janë aq shumë në iluzione qytetarët e Kosovës që e forcojnë atë pushtet që i varfron? Dhe këtu mendoj se duhet kemi përgjigje politike. Qytetari kur asnjëherë nuk falsohet. Po tash këtu mendoj se duhet kemi një përgjigje politike edhe nga opozita se pse po ndodh që një pushtet i cili është përgjegjës për këtë stagnim ekonomik po favorizohet nga qytetarët e Kosovës dhe nuk po shihet opozita si alternativë ndaj tij. Dhe tjetër që është shumë i rëndësishëm në këtë raport, 30% e trive thot janë të papunë. Ndërkohë nëse i analizon në aspektin demografik, do thot preferencat elektorale të kësaj shtrese, shumica e kësaj kategorie janë mbështetës televizjes Vetëvendosje. Pra thot një e para kemi shtim të varfërisë dhe e dyta ajo kategori që i ka shanse është më shumë e cënuar ekonomikisht është mbështetja më e madhe e lëvizjes Vetëvendosje. Analizë dot. Dhe këto janë disa pyetje dhe mos harrojmë edhe faktin, tjetër është tash Bedri Hamza, deri dje dy prej liderëve kryesor të dy prej partive opozitare, si zoti Krasniqi, ashtu edhe zoti Abdigjiku, kanë qenë shumë afër moshës biologjike të kësaj shtrese, e cila është e cënuar ekonomikisht nga qeverisja e Kurtit, por që preferojnë më tepër të solidarizohen me një lider që është më larg moshës së tyre biologjike sesa me dy lider që janë shumë afër moshës së tyre biologjike. Pra pse këta nuk po i besojnë më shumë një të riu më të afërt të tyre dhe sesa një lideri që është më i moshuar në raport me këta lider. Kjo pyetje për analiza sociologjike që të shihen këtë faktorë. Defektet, të shihen këtë defektet që edhe subjektet opozitare çka janë duke bërë gabim,
që nuk mund të spjegohet, është dembeli, është përtaci e mendjes. Në publik ne nuk kemi parë lajme që këto dy parti kanë bërë grupe, kanë bërë këto analiza, kanë gjetë këto përfundime ose s'kan gjetë këto përfundime. Deri tani është përtaci e mendjes. Ne nuk kemi raportuar. Në këto dy parti janë krijuar këtë ngjarje. Është përtaci e mendjes, të thuhet vetëm se Kurti me retorikën e tij i ka magjepsur do të shoqërinë kosovare, se vetëm me retorikën e tij po i mban në iluzione shoqërinë kosovare dhe se të njëjtit nuk po e shohin gjendjen reale, por po jetojnë brenda kështjellës së filldisht të iluzioneve që u aservon Albin Kurti. Besoj kjo është vetëm përtaci e mendjes, kjo është vetëm për ta kënaqur veten për dështimet e tua politike. E vërteta që ndron diku tjetër. E vërteta është diku tjetër dhe ne unë do t'i inkurajoja subjektet opozitare që mirëfilli na ofrojnë do thotë të na ofrojnë dëshmi se si ato e shohin këtë paradoks që po ndodh. Dhe do të fillojnë ti bëjnë analiza sa i kanë kontaktet e tyre reale me këtë shtresë të shoqërisë. Me bazën, me këtë shtresë të shoqërisë, cila ne s'kemi parë asnjë aktivitet bërë, asnjë aktivitet të përfaqësuesve të këtyre subjekte me të stresat e veçanta. Nuk ka tregim. Nuk ka tregim, do thotë me këto stresa të shoh ngjarje për kundër çfarë do lloj ngjarje aktivitet terreni nuk ka. Përjashtojmë tash zonën Vjosa Osmani që kanë nisë. Po nuk është duke ofruar asgjë Vjosa Osmani, do thotë deri në këtë moment nuk e di, madje është duke e dëmtuar atë për cilën realisht do duhet të qëndronte lidhja demokratike e Kosovës. E tëra që është Vjosa Osmani duke bërë përpjekje se të shfaqet para opinionit publik se si vetëm pas ka qenë viktim e Albin Kurtit për shkak të insistimit të saj për ta ruajtur partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për qenë garanca e raporteve ndërmjet Kosovës dhe konfirmon edhe Kurti që nuk e ka dashur Vjosa Osmanin, ka solli për presidente hapur, emrin nuk pja përmend, por hapur po thot nuk dëshiroj afër vetes në sistem shtetëror një president që ndën hije. Pajtohem, do thotë se ne kemi ditur prej fillimit, do thotë kemi ditur prej fillimit. Zoni Osmani pe plotson këto në marrëdhënie ndërkombëtare me SHBA-t e kështu mirë po pretendimet ende kanë ngërsh nga zonja Osmani, nga zoti Kurti. Pajtohem mirë, po tash kjo do thotë ka ndikuar që të neglizhohen mbase do tema me cilat identifikohet lidhja demokratike e Kosovës, sidomos në aspektin ekonomik që do duhet të ishin shumë të zëshëm. Kjo që po ndodh aktualisht në lidhjen demokratike të Kosovës dhe fatkeqësisht edhe në subjekte të tjera opozitore, më tepër se sa përpjekje për ta zgjeruar bazën elektorale të këtyre subjekteve, është duket e krijon përshtypjen që është një lloj lufte e mbrëmshme se cili grup i mbrëmshëm po e mund tjetër brenda kësaj strukture që e kanë në dispozicion. Sepse nuk mundash lidhja demokratike e Kosovës, nuk mundet, absolutisht e ka të pamundur që të justifikohet para opinionit publik, se është një parti e cila e afirmon rezistencën, e afirmon qëndrimin parimor ndaj zotit Kurti, para shkosa në 10-shën e parë. Po ka rëndësi renditje, nuk është e bashkë e parëndësishme renditja. Para shkosa në 10-shën e parë i ka larguar, nga 10-shën e parë i ka larguar pikërisht ata persona të cilët kanë qenë më të zëshëm kundër pushtetit të lëvizjes dhe ndosjes të Albin Kurtit. Dhe nëse të kujtohet, këtu në këtë studio unë kam pasur njëra prej fatkeqësive shumë të mëdha, e cila ka qenë e subjekteve opozitare. Dhe që po verifikohet se të njëjtat në leadershipin çfarë janë drejtuar, nuk e kanë pasur qëllim si ta luftojnë zotin Kurti, por si ti luftojnë brenda tyre ata që e luftojnë zotin Kurti. Dhe kjo po verifikohet katërcipërisht. Personat që më shumë ti e kanë luftuar. S'ka asnjë arsyetim as profesional. Ta përfundoj punën vetëm. S'ka asnjë arsyetim profesional, as parimor, as politik, asnjë në gjën si bën sinqert, edhe zyrtar të lidhjes demokratike të Kosovës, që si mund gjen një arsyetim për këtyre sferave që e justifikon renditjen e jetës Tatovcit, e të Albina Rashitit para Hikmet e Bajramit, me 100 gabime që mund t'i ketë Hikmet e Bajrami, si jemi njerëz që bëjmë gabime, megjithatë ajo e ka dëshmuar konsistencën e saj në këtë drejtim në ballafaqe me Zotin. Dhe cili është mesazhi këtu që e transmeton LDK-ja, që njerëzit që deri dje ishin bashkëpunëtor të afërt Kurtit kanë më shumë rëndësi politike për lidhjen demokratike të Kosovës, jo ata që e luftuan deri në fund atë. Dhe kjo mund t'jak merret elektoralisht i subjekti politik. Edhe tash kjo është përpjekje veç për ta fuqizuar
klanin e Vjosa Osmanit, jo konsistencën dhe zgjerimin elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ekziston ky hatrim, ende për sa kohë që po flasim, nuk ka unitet të duart trukitur, nëse mund ta them ashtu, inkurajues në LDK për shkak të rikthimit Vjosës, mënyrës se si u bë lista tjera, edhe në parti tjera, meqense përmende kandidatët e caktuar në këtë zgjedhje dhe betejën që bën leadershipin ndaj tyre, këtë nuk po du ta tërheq paralelin me kandidatin konkret, por e kem Qendrim Kryeziun në Garë për së dyti herë kësaj here në këto zgjedhje të 7 qershorit, ishte kandidat edhe me 28 dhjetor, duke që është shumë i zëshëm, jo pse është sa të them pronari i CP Broadcasting, kësaj kompanie të rëndësishme të shpërndarjes së rrjetit kabllor, televizive, të internetit, edhe të kompanive tjera, një ndërmars që në moshë të re, por duke që është i zëshëm në kundërshtime. Edhe me kosto personale, duke qenë në terren, edhe me kosto personale për biznesin, në shënjesër të ATK-s, në rrezikun e kërcënimit për falimentim, e të tjera me ato gjobat, qindra mijëra euro, që në rrethana tona politike, shteti edhe instrumentat është dëshmuar se përdoren për hakmarrje ndaj zërave kritik, por po du të them që Qendrimi Kryeziu ka qenë kritik tërë kohën. Qoftë sidomos në fushën e ekonomi, në fushën e ato që e prekin drejt për drejt, ato që e prekin drejt për drejt. Dhe sa do mjaft aktiv. Unë e kam përcjellur, do thotë, unë uroj që Partia Demokratike e Kosovës ta marrë si duhet mesazhin e kësaj betejë që po zhvillon zoti Kryeziu, do thotë ta kuptoj që me edhe pas zgjedhje nuk është dalur asnjëherë, po. Ta kuptoj, do thotë që pikërisht një betejë konsistente dhe jo vetëm epizod elektoral, është ajo që i nevojitet të këtij subjekti politik, do të përkundër faktit siç e përmendë ti, sepse kjo ka një barë shumë të madhe, ka një kosto shumë të madhe kur je në terrenin biznesor, do të kur të mbaret mbjetesa jote dhe infrastrukturës që e ke ndërtuar, edhe në raport, edhe sa i përket raporteve me pushtetin, kjo do të mund të ketë kosto shumë të madhe si për biznesin, si për familjen, si për atë personalisht, mirë po zoti Kryeziu i ka hyrë kësaj betejë dhe unë uroj prapë tham që ky vullnet i tij, do thotë, ky vullnet i tij që për ta çuar deri në fund dhe pa kalkulime personale të lexohet drejt edhe nga elektorati dhe nga Partia Demokratike e Kosovës në mënyrë që ky subjekt politik ta kuptoj që ballafaqimi me Kurtin duhet të jetë një betejë konstante dhe e pandryshueshme dhe jo e kurzuar vetëm nga kalkulimet e momentit. Do sepse ajo që Kurtit më shumti i nevojitet, ajo që Kurtit më shumti i konvenon, do thotë, është ajo lloj opozite që udhëhiqet vetëm nga episodet elektorale, do që aktivizohet vetëm në episode elektorale dhe jo një opozite cila në mënyrë permanente, në mënyrë të vazhdueshme e mban gjallë, do thotë, dhe e sfidon atë në tema që rëndojnë mbi qytetarët e Kosovës. E kemi edhe Ardianxhinën që qartë ka deklaruar, me ta në pushtet fare nuk hy me partinë e zotit Kurti. Po ne po ndje edhe një aksion të Partisë Social-Demokrate. Po tani, po mund ta bëni pyetje. Po, vazhdojmë. Te ai isha në funksion të këtij zotimit publik, në funksion të zotimit. I leximit situatës siç është të zotimit publik në mënyrë që dihet se do të unë kam konsiderata pikërisht për këtë lloj zotimi publik, në mënyrë që qytetarët e Kosovës duhet ta dinë paraprakisht. Do thotë se pse po votojnë. Për cilin opsion? Për cilin opsion po votojnë? A votojnë për atë opsion i cili në mënyrë të vazhdueshme definon Kurtin si keqja e madhe e këtij vendi, i cili ka prodhuar këto pasoja politike, sociale dhe ekonomike, por që në fund më pastaj rreshtohen nëse i njëjti ka interes të integrojë në ndarjet pushtetit, sepse mos harrojmë. Kjo është njëna prej handicapeve që sot ballafaqohet edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që Vjosa Osmani, kandidatja e tyre për presidente dhe mbartja e listës, nuk është në atë pozicion për shkak të një antagonizmi të hershëm me Kurtin, për shkak të mospajtimeve konstante që kanë pasur dhe kufizimeve që kjo i ka vendosur një lloj rezistencë ndaj pushtetit
Kurtit, por për shkak sepse Kurti nuk ka dashur më të vazhdojë me Vjosa Osmanin. Edhe? Kjo është njëri prej defekteve kryesore, kjo është njëra prej që në mos shumë madhe e cënon seriozitetin alternativ të lidhjes demokratike të Dhe PSD del para LDK-s. Dhe tash PSD Vetë Ardan Mulliqaj aty dhe u përballet me deputetin Paris Guri. Paris Guri, do thotë ajo që e pash. Si është atë ngjarje? Po ndëgjoj, unë absolutisht solidarizohem me ato kërkesa. Solidarizohem sepse Partia Socialdemokrate e Kosovës në këtë rast e pat një kërkesë për opozitën. Një kërkesë publike, një kërkesë që dëshiron ta bëjmë marrëveshjen, në këto kushte, ta bëjmë një qeveri kalimtare, ta kem prokurorin, ta kem gjykatën kushtetuese, që dihet se për çka ne qëndrojmë këtë zgjedhje. Po. Për çka qëndrojmë ne në këtë zgjedhje? Vetëm do thot për të kalkuluar se mbas pas zgjedhjeve mund të ulmi prapë me zotin Kurtin mos po arrim ta ndajmë pushtetin. Jo, ne qëndrojmë në këtë zgjedhje në raport me këto parime që i po i vendosim para qytetarëve të Kosovës. Ky është premtim. Ky është zotimi ynë publik, mbi këtë bazë i marrim votat dhe ne i marrim votat dhe mbështetjen qytetare për aq sa mundemi ta kufizojmë këtë lloj modeli të pushtetit që të gjitha po pajtohen publikisht dhe parimisht që është një lloj pushteti i cili ka sjellur vetëm dëme vendit. Do të thotë tash subjektet opozitare në këtë drejtim me pamundësinë e tyre për qenë të qarta se çfarë çësje do të mbajnë në raport me partinë fituese të zgjedhjeve pas përfundimit të tyre, krijojnë dyshime të qytetarëve të Kosovës se të njëjtat vetëm po kalkulojnë se mund ta shtojnë, do thotë, përfitimin e tyre, por jo që janë të angazhuar për ta minimizuar dëmin e lëvizjes vendosje. Po, do të shikoj ta gjej këtë videon, besoj, nuk e di, po, që është zotimi publik i lëvizjes i Partisë Social-Demokrate të Kosovës. Vazhdo ka solin në funksion kësaj, derisa të... Po, ja. Qytetarët e Republikës Kosovës. Pse shkuam në zgjedhje dhe dy pyetje presin përgjigje nga qytetarët e Republikës Kosovës. Pse shkuam në zgjedhje dhe çfarë do të ndodh pas këtyre zgjedhjeve? Pa shpjegimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës për këto dy pyetje, nuk mundet qytetari me kuptu se çfarë po ndodh dhe çfarë ka me ndodh. Ka qenë drejt refuzimi për bashkëpunim me Kurtin sa i përket zgjedhjes së presidentit. Rrugës po kuptojmë që ky refuzim nuk ka qenë parimor, nuk ka qenë normativ, por ka qenë për pushtet. Tani pyetja e dytë është çfarë duan këto parti bëjnë pas zgjedhjes që të kuptojmë a mi votu në zgjedhje. Propozimi jonë është i qartë. Nëse subjektet e nënshkruara e fitojnë shumicën parlamentare, krijojnë qeveri të përkohshme tranzitore në synimet e depolitizimit, ma mirë me thonë departizimit të krejt bordeve agjensive, zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe vetëm pasi të krijohen këto kushte, mund të shkojmë në zgjedhje ku do të garojmë për qeveri politike, si themi. Është e rëndësishme. Një mesazh është i qartë, megjithëse tash situata është pak më e komplikuar. Kjo mundësi mund të bëjë, siç kam thënë, opozita e ka humbur shansën pas zgjedhjeve të shkurtit. Dhe nëse të kujtohet, këtu kam thënë në këtë studio, kam frikë se kjo pamundësi e subjekteve opozitare për ta shfaqur veten si alternativë unike ndaj lëvizjes vendosje mund t'i hakmerret në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Dhe Kurti sot atë po tenton ta bëjë. Do të po tenton ta bëjë që nëse shohim kretë retorikën e tij, kretë justifikimin e tij që unë e bëra të pamundurën, fillimisht duke i ftuar për marrëveshje politike për president, duke ofruar në nënshkrimet e mia për çfarëdo kandidati që ato dëshirojnë ta kenë si kandidat të tyre të preferuar për president, por dështova diçka që unë nuk mund të bëj më shumë nga se të njëjtat nuk janë në gjendje ta ndërtojnë një zë unik në raport me sfidën kryesore që e kemi atë të presidentit. Atë që s'ia dha populli, mund t'ia jap fund. Nuk jap dotun, po. E këtë përpjekja e pikërisht Mulliqja ka në pikën e 5 të zotimit publik të letrës që e ka bërë publike, ku fton gjithë opozitën të bëhet bashkë për t'u rreshtuar kundrejt kësaj platforme, ku thot për krijimin e qeverisë dhe për zgjedhjen e presidentit të ri, ne subjektet nënshkruese nuk do të zhvillojmë asnjë negociat me subjektin vetvendosje. Që është
Me qënë se vetë vendosë shijet e keqja e madhe Kosovës për brenda e në marrëdhëniet me jashtë, të leqitet si subjekt nga çdo lloj komunikimi për të pasi partner për konsolidim të Kosovës. Tash pra po tham kjo temë, ky lloj partneriteti, ky lloj koalicioni ka disa kurzime procedurale për shkak sepse unë nuk besoj, unë jam i bindur që do të jetë vështirë që lëvizja vendosi të zhvlerësohet deri në atë mos politikisht, sa subjekte të tjera parlamentare do të jenë në gjendje ta votojnë një president pa prezencën e lëvizjes vendosur. E kemi atë gjykimin e vitit 2011. Qëndrim politik është. Po, qëndrim politik, pajtohet mirë, po e mban qëndrimin apo jo është çështje e rrethona. Për shkak se tema tash tema kryesore e cila do të imponohet pas zgjedhjeve, do të jetë tema e presidentit. Dhe ajo do të jetë tema kryesore që do të jetë në tavolinë dhe ne i dim procedurat parlamentare që duhet të plotësohen në mënyrë që të kemi një president të ri. Për fund ka solli paqartësi, po e shoh që keni edhe jo dhe ka gjithkush në ajo që un kam thënë ndritën e mbajtjes së këtyre. Dëgjoj, ajo që un kam thënë, do thotë ai skenar duket që ne do shkojmë drejt atij skenari. Unë jam i bindur që mbase do t'i skadoj mandati 6 mujor ushtruesës së detyrës së presidentës dhe ne mund të mos kemi president të ri të zgjedhur nga kuvendi. Dhe atëherë praktikisht ajo pozitë do të mbetej vakante, sepse ne tashmë kemi disa herë duke filluar që 18 muaj që jemi disa herë duke hyrë në një terren të pasprovuar më parë. Për herë të parë, do thotë në historinë parlamentare të Kosovës kemi shkuar nga njëra palë zgjedhje në tjetrën pa u votuar një qeveri, diçka që s'ka ndodhur në të kaluar. Jo. Pavarësisht që ky proces është realizuar brenda procedurave kushtetuese. Ne po flasim në kuptimin politik të fjalës. Në kuptimin kushtetues çdo gjë ka qenë në rregull. Patëm po ashtu një legjislaturë e cila zgjati shumë pak për shkak të paaftësisë dhe pamundësisë, tash po hym kush i ka fare, sepse kemi thënë për ta votuar presidentin. Dhe duket që tashmë i ka ardhur rradha edhe kësaj sprove të re, që ajo pozitë mbetet plotësisht vakante. Dhe unë jam i bindur këtu që po shkojmë në atë drejtim. Po edhe jam i bindur që po shkojmë në atë drejtim dhe po shkojmë në atë drejtim dhe krahas krizës politike. Krahas krizës politike e cila është burim i kësaj paqartësie institucionale, duke krijuar legjislaturat më të shkurtra në historinë e parlamentarizmit të Kosovës, ne siç duket po futemi edhe në një krizë të një natyre tjetër të pasprovuar më parë, që është e dimensionit kushtetues dhe juridik, ku një pozitë e rëndësishme politike dhe institucionale do të mbetet vakante dhe që ajo uroj që të më sfidojnë edhe njohësit e gjykatës kushtetuese e tjerë. Unë jam përkujdesur të thotë që nuk kam arritur ta lexoj që ka qartësi se cili autoritet do të mund t'i ushtronte kompetencat e presidentit në rast të këtij skenari. Do të futemi në një terren të panjohur politik dhe juridik se si jemi duke shkuar në këtë drejtim. Base do të përballemi me lloj paradoksi tjetër politik të pa imagjinuar, për të thënë drejtën, nëse vazhdon kjo mundësi politike ta demonstroj vullnetin jo të dobët, po zero vullnetin e saj për ta qeverisur objektivisht Kosovën për brenda e nevoja që ka si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare. Falenderoj Kasolli për kohën për këtë analizë. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.